Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe klasës politike ka vijuar edhe këtë ditë duke shënuar ditën e 48 të tubimeve të njëpasnjëshme në kryeqytet. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej, nga ku ka nisur marshimin drejt godinës së kryeministrisë, duke përsëritur thirrjet për ndryshim politik dhe institucional. Organizatorët kanë bërë apel për pjesëmarrje sa më të gjerë, ndërsa kanë theksuar se kërkesa kryesore e protestës mbetet largimi i kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimi i klasës politike, të cilën ata e akuzojnë se ka qeverisur vendin prej më shumë se 30 vitesh. Gjatë tubimit të mëparshëm, protestuesit kundërshtuan edhe atë që e cilësojnë si tentativë për ndryshim sipërfaqësor brenda mazhorancës, duke deklaruar se qytetarët nuk kërkojnë thjesht zëvendësim figurash, por ndryshim të thellë politik. Një nga momentet më të spikatura të protestës ishte pjesëmarrja e një grupi studentësh të veshur me pelerina diplomimi, të cilët përcollën mesazhe se ardhmja e vendit lidhet me qëndrimet e të rinjve në Shqipëri. Edhe këtë herë pankartat dhe sloganet ishin pjesë e rëndësishme e protestës. Qytetarët mbajnë mesazhe kundër qeverisë, opozitës dhe klasës politike, ndërsa brorit të thirrjes si Shqipëria kërkon revolucion, Shqipëri e re dhe Rama jep tërheqjen. Pas 48 ditësh protestash të përditshme, organizatorët kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, duke i bërë thirrje qytetarëve të i bashkojnë lëvizjes deri në realizimin e kërkesave të shpadhura prej tyre.